Kryeministri Thaçi vizitoi kompaninë e prodhimit të xhinseve në Jakov Go. Ai përgëzoi pronarët për punën dhe trajtimin e mirë që u bëjnë të punësuarve. Thaçi, shoqëruar nga ministrat, pa nga afër procesin e prodhimit dhe bisedoi me të punësuarit për prodhimin e veshjeve. Ai potencoi se qeveria e Republikës së Kosovës është shumë e interesuar të ndihmojë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Takova këtu vajza, gra, takova djem duke punuar. Është një sukses ky, i cili duhet të vlerësohet lart dhe jemi sot këtu për të diskutuar dhe mundësitë e thellimit e bashkëpunimit mes qeverisë së Kosovës dhe komunitetit të biznesit. Tani ne veç po krijojmë edhe fondin e punësimit prej 1.5 miliard eurosh. Kam besim të plot se një model i tillë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme do të kenë prioritet dhe do të kenë performancën e mirë që të jenë përfitues të drejt për drejt nga ky fond për të hapur edhe vende të reja të punës, pra për të rritur kapacitetin prodhues, por për hapur edhe vende të reja të punës, gjithashtu edhe ndërmarrjet e mëdha për të zgjeruar dhe do të mund të jenë përfitues nga ai fond për të krijuar edhe vende të reja të punës, por edhe duke shikuar këtë përvojë këtu, hapen edhe biznese të reja, hapen ndërmarrje të reja në mënyrë që të krijojmë edhe vende të reja të punës. Nga ana tjetër, pronarët e kompanisë Go u panë të lumtur për faktin se qeveria e Kosovës po interesohet për biznesin e tyre. Jemi të kënaqur shumë për vizitën e një pasnjëshme që po bëhet prej krejve të shtetit. Më herët kemi pas zëvendës kryeministrin, sot e kemi kryeministrin, domethënë që është një interesim bukur i mirë i krejve të shtetit për biznesin. Edhe punëtorët falenderuan kryeministrin për vizitën duke shpresuar se me ndihmën e tyre do të rrisin kapacitetet e prodhimit.